Roland Arizaj dhe Eda Mollaj, çifti fotografëve vlonjat me banim në Athinë, kanë çelur në Galerinë e Arteve në Vlorë ekspozitën Face 202, Face në rrugë. Në një ceremoni modeste, ata treguan se janë pikërisht 202 street portrait, që zgjodhen nga ato që rruga fal vetëm për ata që din të shikojnë. Na nderuat me ardhen tuaj për të parë përpjekjet tona për një punë të vazhdueshme që kemi bërë bashkë me Landin. Në një gjini, fotografie për mua është më e dashura. Është një gjini që mua më shpreh më tepër. Mua më duket kjo gjini si një film i madh. Të gjithë personat janë personazhe. Personazhe si ata, edhe ne të dy jemi personazhe. Kjo ekspozitë ishte në vazhdim të një seri ekspozitash që kemi filluar që do hapim. Ekspozita fotografike u hap si vazhdimi një aktiviteti të mëparshëm, duke sjellë për publikun një koleksion të pasur me fotografi të zhanrit street fotografi. Në fokus të saj janë portrete të realizuara në rrugë, të cilat pasqyrojnë jetën e përditshme dhe realitetin urban në mënyrë autentike. Me fotografi, dhe kësaj radhe donim sillim në Vlorë një gjini të fotografisë që është fotografia e rrugës, street portrait fotografi që quhet në anglisht. Është një nga gjinit më të rëndësishme sot që punojnë nga fotografët, është një gjini e cila kërkon të ketë një përqendrim, të ketë një konceptim për të nxjerrë të vërtetën reale të çdo portreti në rrugë. Kjo lloj fotografie, ky zhanr fotografie nuk është shumë i njohur për publikun shqiptar në përgjithësi për ato kushte që kemi ne të kaluarës së tonë. Dhe kanë filluar fotografët shqiptarë dhe ne jemi pararencit e kësaja që për herë të parë këtu në qytetin tonë e sillim këtë dhe shpresojmë kjo të jetë një start i mirë për të gjithë artashit e fotografisë dhe fotografët e tjerë që merren me artin e bukur fotografisë. Fotografitë më të shumta janë të shkrepura sepse ne duke jetuar në Athinë, ato fotografi shumica atyre që patëm mundësi të zgjidhim se e ka fondi jonë me mira, edhe janë të shkrepura në Athinë, janë të shkrepura të gjitha pa mendje, nuk ka fotografi sepse nuk ka merr kuptim rruga. Në Shqipi që themi pa mendje, nuk është fotografi e ditur. Gjithashtu, ka dhe fotografi nëse vut me kujdes, ka disa personazhe të Vlorës, ja ka dhe portrete nga Vlora, po ka edhe nga vendet të tjera të botës dhe nga ngjarje të tjera të rëndësishme jetësore dhe problematikën që kanë njerëzit sot në botë për tema të mpreta që kanë tema sociale shoqërore. Ajo që duam të tregojmë, ne do të tregojmë se mbi të gjitha ne jemi njerëz dhe çdo personalitet meriton të respektohet, sepse çdo njeri është i veçantë dhe sa më shumë të veçantë jemi, aq më shumë hyrëse jeta jon dhe çdo njeri ka diçka që të sjellë atë mundësinë e tij dhe për të qenë më i dobishëm për një shoqëri të organizuar që ne i themi vetes. Përmes fotografive, ata synuan të sjellin më pranë publikut emocione, histori dhe momente të kapura spontanisht nga jeta e përditshme. Ky zhanër fotografie, i cili deri para disa vitesh nuk ka qenë shumë i njohur për publikun shqiptar, po fiton gjithnjë më shumë vëmendje dhe interes. Ekspozita synon të risë ndërgjegjësimin mbi rëndësinë e këtij arti, e të nxjisë poshtë një vështrim më të thellë ndaj realitetit shoqëror. Të pranishëm në këtë ekspozitë dhe aktivitet kulturor ishin njerëz të artit dhe kulturës, artistë të pikturës dhe fotografisë, të cilët vlerësuan punimet. Ç'është e vërteta, unë e kam ndjekur edhe herë tjetër këtë çift dhe më ka bërë shumë përshtypje impenjimi i tyre, përkushtimi i tyre për gjëra të bukura të artit. Para disa kohësh hapën një ekspozitë me pamje të ndryshme nga natyra, të cilët e përshkruan dhe e perceptojnë në mënyrë të veçantë dhe shumë interesante, për cilën mua më ka pëlqyer. Po kjo është më tepër akoma e veçantë, pikërisht sepse kanë zgjedhur tipa dhe karaktere të portreteve të njerëzve nga komunitete të ndryshme të shoqërisë, nga pjesë të ndryshme të shoqërisë, e sigurisht kjo ka vlerën e tyre. Mua më pëlqen sepse gjallërohet dhe jeta artistike dhe qytetit tonë. Nuk është pak andej zhvillohet shfaqje teatri, ka koncerte këtu, hapet ekspozita, galeri arteve dhe kaq. Unë i përgëzoj sepse është me të vërtet një vlerë e jashtëzakonshme e punës së tyre. Sipas tyre, aktivitetet të tilla shërbejnë për të afruar komunitetin me artin e për të inkurajuar reflektimin mbi jetën në qytet, duke promovuar një shoqëri më të ndërgjegjshme e më të lidhur me realitetin e saj.